35 vite më parë në Shqipëri, nisi një rrugtim politik në Durrës, Krujë dhe Shjak, që do të lidhej ngushtë me zhvillimin e vetë qyteteve dhe komuniteteve të tyre. Në ato vitet para gjithçka ishte sfidë, ishte ide, besim, guxim. Durrësi u bë dëshmitar i këtij rrugtimi që në fillimet e veta. Në vitet 90, përfaqësimi ishte i kufizuar. Në të njëjtën periudhë, edhe në Krujë dhe Shjak, strukturat politike po konsolidoheshin fal punës aktivistëve dhe mbështetësve lokal. Ndër vite, njerëz të zakonshëm, aktivistë dhe drejtues kanë dhënë kontributin e tyre për të ndërtuar një strukturë politike që sot përfaqëson pjesën më të rëndësishme të jetës politike dhe sociale të Durrësit. Janë vetë protagonistët e kësaj historie që e rrëfejnë më së miri se kushdo tjetër. Partia Socialiste u themelu në një situatë tepër të rënduar. Megjithatë, kishte njerëz të ndershëm, idealistë, që kishin besimin që Partia Socialiste do të jetë patjetër një forcë evropiane, socialdemokrate, dhe pikërisht këto njerëz që u bën themeluesit, këto njerëz që mbetën antar të thjeshtë të kësaj partie, arritën që këtë parti vërtet ta çojnë atë maj që jemi sot, që është një forcë udhëheqëse e shoqërisë shqiptare. Misioni më i madh i joni është ajo që e thekson edhe vetë kryetari Rama, është që neve të hyjmë me të drejtat të plota në Bashkimin Evropian. Si fillim ishin vështirë dhe ishin shumë pak ato persona që vinin, por njerëzit pastaj erdhën prurje shumë të mëdha, edhe ka qenë një valë e madhe u mbush Partia Socialiste, që është e vërteta. Neve kemi pasur ecuri të mirë dhe gjithmonë kemi fituar bashkinë. Vërejtje, ankesa, gjëra mund të ketë shumë. Por nuk besoj se ka njëri tjetër të dytë që mund të bëjë atë që ka bërë Edi Rama. Ai është një personalitet shumë i madh, jo vetëm për Shqipërinë, po ai kudo që të jetë, nderon kombin, nderon Shqipërinë, hyrja në Bashkimin Evropian është një gjë shumë e madhe. Duke qenë një parti e prosperitetit, një parti progresiste, ftoi të rinjt dhe të rehat që të mbështesin këtë forcë politike, sepse e ardhmja do të jetë pozitive për to. Partia jon kërkon të çojë vendin në Bashkimin Evropian. Vitet 1991 deri 1997 ishin një provë e madhe për Partinë Socialiste. Ju ndaluan që të bëheshet grumbullimet, aktivitete politike apo manifestime. Kujtohet një moment që na mori furgoni policisë dhe na mbajti gati 10 orë në polici thjesht sepse shkuan për të bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve. Kjo ishte një kohë e errët, natyrisht Partia Socialiste u rrit, u forcua. Sot Partia Socialiste është një formacion politik pro-europian. Ne nderojmë me respekt themeluesët dhe veteranët e Partisë Socialiste që hodhën themelet me vizionet e tyre për ta bërë Partinë Socialiste një parti bashkëkohore. Sot, pas 35 vjetësh, unë jam krenare për Partinë Socialiste, që ka marrë përsipër me qeverisjen e saj, me Edi Ramën, si vizionar, të ndërmarrë këtë mision historik të futjes së Shqipërisë në familjen e madhe të Bashkimit Evropian. Në këtë 35 vjetor, si një nga socialistët e hershëm, uroj që Partia Socialiste të vazhdojë të jetë forcë progresi, modernizimi dhe bashkimi për Shqipërinë, e cila shkon përpara. Një grup i mirëfill dhe joni formoi Partinë Socialiste në mbështetje edhe nga rrethi Durrës. Nuk kishim ambient ku të grumbulloheshim, ku të mblidheshim, sepse atëherë rryma ishte shumë e ashpër. Kështu që ne formuam partinë dhe mesazhi jon i fundit sot është që ashtu siç kemi punuar, urojmë që edhe brezat punojnë, vazhdojnë dhe Shqipëria të shkojë drejt Evropës. Një falënderim të veçantë për gjithë themeluesit dhe ata që mbajtën gjallë Partinë Socialiste në vitet më të vështira. Në zgjedhjet e fundit ne arritëm rezultatin më të mirë ndonjëherë në Durrës. Me këtë energji, me këtë ekip dhe me mbështetjen e qytetarëve, ardhja jonë është dhe më e fortë. Viti 2000 shënoi një kthes të rëndësishme. Për herë të parë, drejtimi i Bashkisë së Durrësit ju besu Partisë Socialiste. Që nga ai moment, NVIM, drejtuesit socialistë të Bashkisë Durrës e lidhen qartë qeverisjen me zhvillimin urban,
Çdo mandat solli vizione të reja, projekte të ndërtuara mbi nevojat reale të qytetarëve. Por historia politike e kësaj periudhe nuk mund të kuptohet pa rolin vendimtar të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, i cili që nga viti 2005, kur mori drejtimin e Partisë Socialiste, nisi një proces të thellë riorganizimi dhe modernizimit saj. Ai udhëhoqi një transformim të brendshëm që riktheu partinë gradualisht në një forcë dominuese politike në vend. Ky proces ndikoi drejt për së drejti edhe në Durrës, ku Partia Socialiste nisi të konsolidojë si forca kryesore politike. Partia Socialiste ka dominuar skenën politike edhe në Krujë, edhe në Fushë Krujë, duke shënuar fitore të njëpasnjëshme në zgjedhjet e përgjithshme të viteve 2013, 2017 dhe 2021. Paralelisht, Partia Socialiste ka rimarrë drejtimin e Bashkisë Fushë Krujë në vitin 2011, pas disa vitesh ndërprerje. Ndërsa, prej vitit 2015, Bashkia Krujës drejtohet nga Partia Socialiste. Ndërkohë, Shijaku bë një nga bastionet e qëndrueshme të Partisë Socialiste, ku që nga viti 2003 në vijim, ajo ka fituar drejtimin e bashkisë si dhe në 4 zgjedhjet e fundit parlamentare. Partia Socialiste ka qenë forcë fituese. Në qarkun e Durrësit, pas humjes së thellë të vitit 2005, Partia Socialiste kaloi një proces të gjatë ringritjeje dhe konsolidimi. Nga viti 2013 e në vijim, ajo u bë forca dominuese, duke fituar zgjedhjet parlamentare dhe vazhdimisht me një raport mandatësh 8-6 në qark. Që nga viti 2000, Partia Socialiste ka fituar gjithmonë Bashkinë e Durrësit. Në vitin 2021, Partia Socialiste ruajti një rezultat të fortë në qarkun e Durrësit dhe doli sërish forcë e parë. E ky trend u konsolidu mëtej në vitet pasuese, duke e vendosur Durrësin si një nga qendrat kryesore të mbështetjes së Partisë Socialiste në nivel kombëtar. Kur në vitin 2023, Partia Socialiste siguroi shumicën në Këshillin Bashkiak me 28 këshilltar nga 51, ndërsa në zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2025, Partia Socialiste arriti në 54% të votave në Durrës. Dhe ndërsa vjonte me sukses drejtimi i qytetit nga kryebashkiakët socialist, me një mbështetje të fuqishme nga qeveria socialiste e kryeministrit Edi Rama, nga viti 2013 në vazhdim, ndryshonte edhe jeta e përditshme e qytetarëve. E njëjta frymë zhvillimi dhe bashkëpunimi u reflektua edhe në Krujë dhe në Shijak. Por ky përvjetor nuk është vetëm fest, është një moment të reflektimi, për të kujtuar vështirësitë edhe për të vlerësuar çdo hap përpara. Sepse kjo histori është edhe historia e njerëzve të zakonshëm, e atyre që kanë trokitur derë më derë në Durrës, në Krujë, në Shijak, e atyre që kanë mbajtur gjallë një ide, që kanë besuar edhe kur ishte e vështirë, e socialistëve thjesht që dhanë kohën, dhanë energjinë, besimin e tyre pa kërkuar asgjë në kombim. Sepse historia ndërtohet nga kontributi i përditshëm i shumë njerëzve që besojnë. Kjo histori mban edhe emrin e tyre. Një falënderim i sinqert për gjithçka që kanë dhënë dhe për gjithçka që vazhdojnë t'japin. Në këtë përvjetor, mes emocionesh, kujtimesh, shpresësh, një gjë mbetet e qartë. Historia vazhdon të shkruhet. Në ndërtimin e Partisë Socialiste Durrësi së bashku me Krujën dhe Shijakun është ndëruar në një pasqyrë të transformimit kombëtar. 35 vite më pas, kjo nuk është vetëm një histori politike, është historia e një qyteti që ka ditur të ndryshojë, të zhvillohet dhe që sot ecën me vizion drejt një të ardhmje europiane. Pasi Durrësi është jo vetëm në perëndim të Shqipërisë, po Durrësi është pjesë e perëndimit të Europës. Dhe por ju siguroj që Durrësi i 2030-s do të jetë një Durrës ku të gjitha projektet do të kenë marrë formën e tyre dhe është momenti të vendosim dinjitetin dhe identitetin tonë europian. Rroftë Durrësi, rroftë Kruja, rroftë Shijaku.
You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it stronger, babe. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, tear us apart. Baby, I would rather be there. In your heart, I see the stars of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, tear us apart. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Oh, you're the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, tear us apart. Baby, I would rather be there. Oh, you're the best. Faleminderit. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I'll come through. We are the champions, my friend, and we will keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.
I've taken my bows and my cutting cost. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I considered it a challenge just for the whole human race, and I'm gonna lose. We are the champions, my friend, and we will keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Faleminderit. We are the champion. Ne jemi kampionët. S'ka këngë më të bukur se kjo këngë e viteve 80 që tregon 35 vite historitë Partisë Socialiste. Luftë deri në fund, sakrificë, përpjekje dhe gëzim për fitore. 35 vite. Janë 35 vite jetë të një strukture të gjallë, e cila ka jetuar me brengat dhe hallet e qytetarëve thjesht të zakonshëm. Por sot, në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, ne të gjithë, antarët e thjesht, ata që kanë kontribuar për Partinë Socialiste, duke qenë komisioner ose jo, kanë votuar partinë ose jo, kanë qenë pjesë e forumeve drejtuese apo jo, duhet ndjehen krenar se për 35 vite kjo parti i ka shërbyer Shqipërisë. I kemi shërbyer Shqipërisë nga dita e themelimit në ditën e integrimit. Kjo parti, Partia Socialiste e Shqipërisë, sot në drejtimin e Edi Ramës, është bërë një makinë fituese. Fitojmë çdo garë, fitojmë çdo betejë, përgatitemi për çdo garë dhe përgatitemi për të fituar çdo betejë. Sot Partia Socialiste vjen më fituese se kur, më organizuar se kur më parë. Vjen sot fituese me 83 mandate në parlament. 55 nga bashkitë e vendit drejtojnë socialistët. Kemi 62% të votës emigrantit. Drejtojmë dhe punojmë për Shqipërinë në çdo ditë tjetës Partisë Socialiste. Partia Socialiste ja ka dalë që t'jetojë së bashku me të gjithë brezat. Sot ne nderojmë themeluesët, por nderojmë dhe të gjithë ata që kanë ndihmuar Partinë Socialiste, kanë marrë një mandat kësaj partie dhe sot shërbejnë kudo që vota dhe vullneti socialiste i ka çuar drejtojnë. Ne jemi një parti që gjithmonë ndihemi trinj, sepse në embrionin ton është ndryshimi, është veprimi, është kërkesa për të qenë gjithmonë më shumë pranë nesh. Në 2 fushatat e fundit të antarësimeve në parti, ne kemi antarësuar mbi 50.000 antarë trinj. Vetëm në 2 fushata, ne kemi antarësuar antarë më shumë se sa kundërshtari jon ka të gjithë antarësinë e partisë tyre të rrënuar tashmë. Në fushatën e fundit, në qarkun e Durrësit, ja kemi dalë që të realizojmë detyrën të 490 organizatat tona socialiste, kanë pranuar mbi 4 antarë. Ne kemi realizuar detyrën, kemi mbi 2000 ca antarë trinj të pranuar vetëm në këto 2-3 javë, duke ja bërë jo vetëm detyrën tonë, po duke realizuar dhe kërkesën e madhe që kemi, që shumica e tyre t'jenë vajza, motra dhe gra. Pra Partia Socialiste vjen sot e përullur
karshi kontributeve të gjitha tyre që kanë qenë pjesë e themelimit të saj, falenderus për gjitha ta të cilët i kanë shërbyer kësaj partie në këto 30 vite dhe me besim plot se me Edi Ramën dhe leadershipin e tij ne do të vazhdojmë të fitojmë, do të taqojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe të ndërtojmë Shqipërinë Evropiane së bashku me gjithë socialistët. Ndaj në këto moment, lejoni që të ftojmë të 8 kolegët e mi, deputet Partisë Socialiste, Klodin, Milvën, dhe gjithë kolegët e tjerë, Anin, Kenon, Arkendin, Mara, dhe jemi të gjithë tu dhe do ftojmë 8 nga themelusët e Partisë Socialiste. Po mbajnë atë shallën, Ani, se s'ka një problem se mbajnë shallën. Hajde me shallën. Hajde me shallën. Hajde Arkend me shallën. Hajde Klodin. Hajde, shalli është simboli i fitores, do të bëjmë në gjithë Shqipërinë, nga Durrësi do ta shpërndajmë gjithandej shallin e Partisë Socialiste. Të bëj një pyetje që të na heqë stresin gjithë se kemi 2 javë që na çmendë. Je i kënaqur me këtë pamje këtu të Pallatit të Sportit? Po apo jo? Bravo! Bravo! Ora, duhet ishim më shumë, më shumë, më shumë. Më shumë, më shumë, më shumë, më shumë, gjithmonë më shumë. Më shumë do të ishim, sepse jemi shumë, përvajtojmë një forcë të madhe. Faleminderit se na e hoqë stresin edhe më lejoni që në këto momente kaq të bukura, në fakt se kur ky pallati mbushet kaq plot jep shumë emocion. Të falenderoj nga zemra as pari Edi Ramën që na jep të mundësi të bëhemi gjithë bashkë. Dhe Blendit ja dhash falenderimet se ka 2 javë që na e ka çu tensionin 20, tani do festojmë dhe do më lejoni që të ftoj një njeriu ton shumë të nderuar dhe të respektuar të Durrësit, kryetarin e parë të Partisë Socialiste të rrethit të Durrësit, deputetin për 3 mandate rresht për rrethin e Durrësit nga 1992 deri në 2005, zotin Bardhyl Lagasi. Është vërtet emocionuese që pas kaq vitësh të kthehesh në këtë pallat, ku dikur ndjenin mbi supet tona shkopit e policisë berishiane. Dhe sot ne shohim gjithë këto fytyra të qeshura, plot entuziazëm, plot optimizëm, edhe, me besimin e plot që Partia Socialiste akoma më tej do të arrijë në sukseset e saj me në krye kryetarin ton të partisë, Edi Ramën. Para 2 ditësh, shumë nga themeluesit që janë pranishëm këtu, morën pikërisht këtë fletë mirënjohje me firmën e kryetarit ton të dashur. Dhe natyrisht mund të ketë edhe të tjerë. Dhe madje e gjithë salla mund të meritojë këtë fletë mirënjohje nga gjithë themeluesit. Sepse vërtet ka qenë një heroizëm në atë kohë kur është kriju Partia Socialiste edhe në Durrës, mund të them që ishte një terror i vërtet. Ishte trimëri, heroizëm të pranoje të ishe antari i Partisë Socialiste. Dhe nga viti në vit, nga çdo zgjedhje, Partia Socialiste e rriti ndjeshëm forcën e saj. Mjafton vetëm një fakt, me humbin që patëm në 92-shin, ishte pikërisht sepse ne s'kishim as komisionerë në përqendrat e votimit. Kaq presion i madh ishte. Vishin mjek, vinte një doktor i nderuar si Anastas Qerimi, me lot në sy se ishte rraf në komisione, sa të tjerë. Kurse pastaj kjo forcë në Durrës
arriti rezultate që i përmendën edhe shokët edhe shoqet e tjerë, që neve sot kemi që nga 2000 që nuk e lëshojmë fitoren e Partisë Socialiste dhe s'kemi ndërmend ta lëshojmë. Kam një diçka për zotin Edi Rama. I dashur Edi, unë përflas me gjuhë shoqërore. Ju në nderuat vërtet me fletën e nderit që në dhatë si themelus për këtë histori të lavdishme që ka partia jonë. Me këtë rast, e thash edhe para 2 ditësh, ka arkoha pa tjetër që partia jonë e lavdishme të ketë historinë e saj të lavdishme, të shkruar si dokument, sepse nese pas nese shumë nga ne nuk do t'jemi. Por në ato flet librit të historisë, mbetet gjithë lavdia e partisë. Çdo rreth, çdo fshat, çdo komunë duhet kesh një histori të shkurtër, kurse Partia Socialiste e Shqipërisë duhet patjetër të ketë historinë e saj të madhe. Dhe po, me që ju na nderuat dhe na falenderuat, më lejo që edhe neve të kthejmë një përgjigje. I dashur Edi, miku ju një madh, udhëheqësi prisi jonë i dashur. Ta falenderojmë me gjithë zemër edhe ne. Sot japim certifikatën e gjithë zemërve tona për drejtimin tepër serioz, kaq të suksesshëm që po ngren dhe po çon kaq përpara Partinë Socialiste. Minjoje për ju, shoku, miku, zoti Edi Rama. Faleminderit shumë. Suksese gjithmonë. Mirëmbrëma socialistë të Durrësit, Krujës dhe Shijakut. Mirëmbrëma. Unë në fakt me shumë mirënjohje dhe me shumë respekt dua të thrastu në skenë zotin Sherif Daci, i cili në moshën 33 vjeçare filloi të drejtonte komunën e Bubqit dhe ishte një nga themeluesit e Partisë Socialiste në Krujë. Por Sherifi, si një mësues i mirë i biologjisë dhe i kimisë, jo vetëm që e bëri shumë mirë detyrën, po me shumë entuziazëm edukoi dhe brezat e rinj. Dhe sot që kanë kaluar më shumë se 34 vjet, ai mëson me dashuri të gjithë ata që janë xënës, që janë komunitetit buqaq, por edhe niprit dhe mbesat e tij, sepse gjakun socialiste ka në deje dhe do t'ja japi të gjithëve premtimin që Shqipëria do bëhet më e mirë me Partinë Socialiste dhe me kryeministrin ton. Faleminderit. Do të them 2 fjalë, mos më mërzit. Kur po vija për këtu, më pani aty më rrugët, më thanë, përdasëm. Pse thash? Po me kostume me kollare, thëm, dasëm shkohet. Dasëm kemi, thash, për e kam Durrës, bëhet për vjetori 35 i Partisë Socialiste. Ishin pak nga e djatha, po me gjithat e s'ka problem. Me kryeministrin është e dyta herë që përballëm afër. Në Bubq i thash sa tualete ka shkolla, nuk i ka fshati dhe më qeshën gjithë. Unë e kisha pas me gjithmend, ashtu ishte, sepse jo vetëm shkolla, po në Bubq u bo fshati, u kthe në qytez, u bon shtëpi banimi, pallate, u ndërtua njësi administrative bashkohore, qendra shtetësore e shkëlqyer, bile më i mirë se sa Spitali i Gramshit. Për këtë falenderojmë kryeministrin e Shqipërisë që ka bërë një punë të shkëlqyer. Me që jam përfaqësues i Krujës, një falënderim dhe për kryetarin e bashkisë që ka punuar tejmase. Pik. Ka kërshëtuar punën e qeverisë me punën e bashkisë. Faleminderit për këtë certifikat që më dhëtë. Mirëmbrëma të gjithë socialistët e qarkut të Durrësit, qytetit Shijakut dhe njësisë në veç aty qytetit Shijakut dhe njësisë administrative Rrushbull. Kam nderin, përvërsinë dhe respektin e veçantë të ftoj dinozarin dhe themelusin e Partisë Socialiste të Shijakut, zotin Ilmi Gjeqi. Ka fituar zgjedhjet lokale në momentet më të vështira të Partisë Socialiste në komunën e Maminezit dhe ka mbatur për shumë kohë. Ka demonstruar që të jetë një kontribut i madh në shoqërinë
si në jetën publike, ashtu dhe politike, dhe ka kontribuar vazhdimisht dhe vazhdon të jetë dinozauri i Partisë Socialiste të Shijakut. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Nuk di se nga duhet ta filloj gjënën po. Vitet 91, ne kur bonim ledhet e para, tamam si koka ime me të bardhët dhe e bardhët. Ulem me mbi thaste pambukut sepse nuk kishim ku të shkonim. Ishim të detyruar atje të mbledhnim. Sot gjithmonë jemi mësuar të festojmë një ditëlindje për njerëzit, për më të afrit, por sot jo. Sot është ditëlindja më e madhe, ditëlindja e gjithë familjes tonë, e familjes socialiste. Një familje nga e cila, jo vetëm sot, por për vite me radhë, unë kam punuar disa kohë edhe afër kryeministrit, por kam pa entuziasmin, forcën, logjikën, mundin dhe djersën për ta quar Shqipërinë në Europë. Atë që ne sot e ndrojmë më të madhe. Ju faleminderit gjithëve. Mirëmbrëma Durrësi, e lëgzuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Në fakt, kjo është një deri veçantë sot, në fakt, me këto 35 vite të partisë tonë, që mu mjepet mundësia të ftoj një nga personalitetet më të shquara të saj partie në qytetin tonë, doktoreshin tonë, doktoresh Liriana Korçukun, një mjeke onkologe, e cila ka shërbyer për shumë vite në qytetin tonë, duke i ndjenjur pranë çdo banori, çdo familje, si në Durrës, si në Shijak e më gjërë. Gjithashtu, doktoresha është një personalitet i spikatur edhe në fushën tonë politike, duke qenë se ka qenë një bashkëthemeluese e partisë tonë, ka qenë një aktiviste shumë e zjarrt, duke konkluduar dhe në mbajtjen e mandatit në vitin 97-2001 për Partinë Socialiste. Faleminderit doktoresha. Mirëmbrëma socialistë të Durrësit. Në një ditë jubile të ditëlindjes Partisë Socialiste, ne mblidhemi dhe vlerësohemi nga grupi organizator për të marrë një certifikat mirënjohje. Kjo nuk është vetëm e imja, kjo është e shumë bashkëudhëtarëve, shokëve dhe shoqeve, të cilët ditën dhe panë tek programi progresist dhe strategjik të partisë që do të kishim një vizion dhe një qëllim për të shkuar në atë proces të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, këtë e bën shqiptarët, këtë e bën socialistët, por ky program i Partisë Socialiste në zbatim të reformave, qoftë në të gjitha fusha drejtësie, ekonomie, të gjitha, dha këto premisat të cilët i kemi për të ardhmen. Ne jemi të gjithë për familjen europiane, ky është e qëllimi i të gjithë socialistëve. Prandaj ne jemi në atë rrugë të bukur dhe të ndritur për të vazhduar. Prandaj urime kryetar, urime të gjithë socialistëve, urime të gjithë ato të cilët bëjnë këtë punë kaq të mirë për ta çuar këtë emër të Shqipërisë në familjen europiane. Urime gëzuar të gjithëve dhe një duartrokitje për të gjithë, për atë brez që sot janë me thinja dhe punuan me aq devocion, siç e shpjeguan dhe shokët tanë, por sot ky brez i ri të bëhet mjaft krenar për të marrë këtë stafetë dhe për të vazhduar të ardhmen së bashku me kryetarin. Edhe një herë gëzuar ditëlindjen. Mirëmbrëma të gjithë socialistëve të qarku Durrës, mirë se keni ardhur në këtë festë të madhe të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Edhe unë, si kolegët e mi, kam privilegjin dhe kënaqësinë e madhe t'i shpreh në emër të Partisë Socialiste të Shqipërisë mirënjohjen e madhe, një tjetër figure të nderuar të qytetit të Durrësit, po njëkohësisht dhe figure shquar e sportit shqiptar dhe konkretisht mjeshtër ndërkombëtar i shahut, zotit Fatos Muço. 11 herë kampion kombëtar i shahut, me talentin, inteligjencën dhe përkushtimin e tij ka përfaqësuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare me shumë dinjitet, duke ngritur lart emrin e Shqipërisë. Përveç këtyre dhe me punën e tij,
si pjesë e bashkëthemeluesve të Partisë Socialiste të Durrësit, ka kontribuar shumë për komunitetin durrësak dhe gjithashtu ka kontribuar që ne të lartësojmë vlerat që ka kjo familje e madhe politike. Faleminderit. Ç'është e vërteta, gjithë kronika ishte e jashtëzakonshme. Fjalët e miqve dhe shokëve ishin një kujtesë e madhe e paharruar në asaj që ka ndodhur në fillimet kur krijua Partia Socialiste. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë edhe unë vetë kam pas një karrierë në sport shumë të lavdishme dhe pikërisht në vitin e fundit kisha fituar një torret madh në Athinë të Akropolisit edhe kështu dhe në Olimpiadën botërore nuk kisha bërë asnjë humbje gjithë Olimpiadën. Edhe në kulmin e moshës time, 39-40 vjeç, karrierës time, unë që simpatizohesha më doshin shumë gjithë drusakët, gjysma e qytetit nuk më fliste me gojë. Kishte nga ata që vinin më thonin më falë, fatos thoshin, por na thonë ato mos i fol atij se ai është socialist. Ka qenë një tmerr i vërtet. Nuk dua t'i tregoj shokëve të mi se ato e din gjithë historinë që kemi kaluar ne, por ju socialistët që jeni sot keni një fat shumë të madh, sepse keni ditur të zgjidhni atë parti e cila unë në atë kohë rria i ndrojtur, por sot jam shumë krenar. Jam shumë krenar për ato që Partia Socialiste ka arritur në gjithë të vite, mos harrojnë një gjë që unë jam rritur në Tiranë. Ajo Tiranë e ndyrë nuk shkoje dot të Banka e Shqipërisë, nuk shkoje dot për Baldajtit, nuk kaloje dot të Lana. Ajo kryevepër e ndërtuar nga kryetari jonë, Edi Rama, është një mrekulli e vërtet sot. Do t'i uroja vetëm kryeministrit dhe Edi Ramës suksese për të realizuar futjen e Shqipërisë në Europë. Ai i ka realizuar të gjitha. Tiranën e bëri, Shqipërinë e bëri, po bëri dhe Europën, pastaj tiki dhe se ka nevojë dhe Europa për Edi Ramën. Faleminderit edhe gëzuar. Mirëmbrëma Durrësi, Kruja dhe Shjaku. Unë dua t'i uroj gjithë socialistët e Durrësit gëzuar 35 vjetorin dhe këto 35 vjet janë ndërtuar me shumë mund, me shumë përkushtim dhe me shumë punë. Gjej rastin këtu të falenderoj edhe kryeministrin Edi Rama, i cili na prin në çdo zgjedhje në fitore shumë të thella. Dhe do jetë kryeministri që do na fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Unë sot kam kënaqësinë fakt të shpreh mirënjohjen për zonjën Tatjana Bali. Është një grua që ka dhënë një kontribut të vyer në jetën profesionale, politike dhe shoqërore të qytetit Durrësit. Në jetën politike, ajo ka qenë një grua që ka themeluar forumin e grua socialiste në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Faleminderit zonja Tatjana për kontributin që keni dhënë për Partinë Socialiste në gjithë këto vite. Faleminderit. Jam shumë emocionuar dhe shumë e nderuar që marr pjesë sot në këtë aktivitet kaq të bukur të Partisë Socialiste. Por kjo certifikat mirënjohje që më jepet mua, i jepet të gjithë shokëve dhe shoqeve të mi socialistë që kanë kontribuar në këto 30 vjet. Po. Unë nuk dua të zgjatem se kush jam dhe çfarë aktiviteti kemi bërë. Koha kur kemi punuar ne ka qenë shumë e vështirë dhe ne kemi qenë shumë të rinj. Unë sot jam bërë 2 herë stërgjyshe.
Partia Demokratike ka një simbol me dy gishta që i ngre lartë. Por ato dy gishta shkojnë poshtë e më poshtë. Partia Socialiste ka një simbol shumë të bukur. Ka dorën me trandafilin e kuq. Uroj që ai trandafili kuq të baditet, të ujitet, të shtohet akoma më shumë. Dhe me në krye kryetarin e Partisë Socialiste Edi Ramën, të vemi sa më shpejt në BE. Ju uroj dhe njerë suksese të gjithë socialistëve, se meritojnë. Të dashur miq, gëzuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Sot kemi kënaqësinë dhe privilegjin të shprehim mirënjohjen tonë për zotin Idris Balani, një nga figurat respektuara të artit, kulturës shqiptare, i cili përmes talentit, përkushtimit dhe krijimtarisë së tij ka lënë gjurmë të rëndësishme në jetën artistike të vendit. $35 vjet më parë, ne ishim një grup i vogël. Ishim pak, por ishim të gjithë intelektual të kohës, mësues, mjek, inxhinier, artist, shkrimtar, poet, nga pak ishim kudo, por ama ishim. Dërsa sot, për rezultatet flet vetë gjendja jonë, 83 deputet, po kështu kemi dhe 50 e sa bashki tonat socialistëve, dhe kjo është një arritje jashtëzakonisht e madhe. Unë jam i nderuar dhe falenderues për ata shok të mit, për atë grup nismëtarësh për Partinë Socialiste, me cilët kam punuar dhe që kemi arritur në këto rezultate sot. Falenderit shumë për këtë dekorim dhe uroj gëzuar, por për vjetorin tjetër ose festën tjetër ta bëjmë në 2030 në Europë, si shtet dhe si parti dinjitose. Faleminderit. Shumë faleminderit Idris, dhe më lejoni që jo për nga rëndësia, por të ftoj tani së fundi Vitoren, e cila është kryetarja Partisë Rrethit Kryes, një nga ato socialiste, hajde Vitore, një nga ato socialiste që s'ka përfituar kur asgjë nga partia, por ka qenë gjithmonë idealiste, ka qenë gjithmonë në drejtim Partisë Kryes dhe në kohët më të vështira të saj. Atëherë kur realisht ne bëm ndryshimin edhe kryesi dham disa kryetar bashkie dhe komuna. Dhe Vitoria është realisht ëmbëlsia e Partisë Socialiste të Kryes. Ju falenderoj për vlerësimin që më bani dhe jam shumë krenare që kam qenë pjesë në këtë rrugëtim të Partisë Socialiste që në krijimin e saj. Duke mos u nda, sepse asgjë nuk arrihet vetëm, unë jam munduar të jap kontributin tim vërtet, por bashk me shok dhe shoqet socialist në Bashkinë e Krujës. Faktikisht, gjatë këtyre viteve kemi pas rezultate, është punuar me forcimin e organizatave bazë të partisë, janë shtua pranimet e reja në parti me shoqe dhe me tri, është punuar fuqishëm për të realizuar çdo detyrë që ata kanë marrë përsipër. Por unë do të thosha që ne kemi pas gjithmonë mbështetjen edhe të Partisë Socialiste në qendër dhe të vetë kryetarit partisë, Zotit Edi Rama, i cili ka bë shumë për Krujen. Kruja është bë lule, Kruja është një vend që po vizitohet nga shumë turist dhe faktikisht i është ndryshuar faqja. Unë do të thosha edhe një diçka, ne kemi dorëzuar stafetën. Stafetën u kemi dorëzuar 3 trejave. Dhe ku është rinia, është e ardhmja. Unë them që tashi do shohim rezultatet, se që nga kryetari i partisë, kryetari i grus, kryetari i bashkisë, por rinia po e po, të gjithë ne i kemi 3. Prandaj unë them që gjithçka do shkojë përpara, gjithçka do të jetë më mirë
dhe gjithë shka do t'jetë më bukur. Unë e kam një falenderim për kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, për gjithë vizionin, për kushtimin e tij dhe për gjithë punën e jashtëzakonshme që ka bë për t'ia ndryshuar faqen këtij vendi. Dhe faktikisht kjo është arrit më së miri, se nuk e pas mundësi të futesh në asnjë qytet të Shqipërisë. Sot nihesh i lumtur kur kalon nga jugu në veri. Pranaj, edhe me punën që ka bërë për forcimin e Partisë Socialiste, dhe së fundmi dhe për garancia shumë e rëndësishme, që po e fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Urime, gëzuar festën, edhe roft Partia Socialiste e Shqipërisë. Faleminderit Vitore, urime dhe të festë. Dhe tani duke falenderuar të gjithë ata cilët morën fjalën, lejoni që me i duartërkitje të fortë të ftoj kapitenin e ekipit fitues, kapitenin e Partisë Socialiste, Edi Ramën, i cili na ka udhëhequr në të gjitha fitoret që ne kemi arritur, duke kërkuar atij të marrë fjalën dhe ta nderojë në këtë aktivitet. Spari shumë faleminderit për këtë mikpritje edhe me keqardhjen që shumë njerëz ishin jashtë edhe në pamundësi që hynin brenda pasi salla ishte mbushur plot, por besoj që në këtë përvjetor janë shumë ata të cilët janë pjesë e kësaj historie, janë pjesë e këtij rrugtimi, janë pjesë e këtij kërmtimi, pavarësisht se sa mund të jenë një sallë apo se sa mund të jenë për rreth një sallë. Dhe ky përvjetor për ne është një moment i rëndësishëm, jo thjesht për të kujtuar një datë, por për të ndalur në një stacion dhe duke kthyer kokën pas për të vlerësuar të gjithë ata të cilët i dhanë Partisë Socialiste aq sa mundën, kurdo që mundën, kudo ku mundën, dhe siç edhe doli nga fjalët e tyre këtu, në një kohë dhe në momente të caktuara që për shumë kënd në këtë sallë sot janë tërësisht të paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme sot për shumë kënd në këtë sallë që të duash të mblidhesh dhe të mos lejoj policia që të mblidhesh. Por ky ka qenë realiteti i atyre që morën kurajon ta themelojnë Partinë Socialiste, sidomos në territore ku thjesht emri i Partisë Socialiste krijonte reakcion negativ. E megjithatë, sot ne ja vlen të ndalemi në stacion për faktin se gjatë gjithë këtyre viteve në një mënyrë dhe në një tjetër rrugtimi i Shqipërisë
u njësua me rrugtimin e Partisë Socialiste. Dhe ky është fakt. Sepse nëse Shqipëria sot është një Shqipëri tjetër, kjo është në radh të parë puna, vepra dhe merita e familjes madhe të socialistëve dhe progresistëve shqiptarë. Historia e Partisë Socialiste është historia një transformimi të brendshëm në funksion të një vendi që duhet transformuar. Dhe Partia Socialiste u bë zëdhënësja e nevojave të vendit dhe njëkohësisht edhe fuqia që i adresoj ato nevoja. Sot është e paimagjinueshme që të flitet për një vend në kërkim të një stabiliteti të arsyeshëm. Dje nuk ishte kështu. Dje ishte një kërkesë dhe një nevojë themelore e vendit për të pasur një stabilitet të arsyeshëm. Dhe kur Shqipëria pati nevojë për stabilitet, ishte Partia Socialiste që e mishëroi dhe e garantoi atë stabilitet. Kur Shqipëria pati nevojë për të ringritur nga rrëzimet e mëdha, ishte Partia Socialiste ajo që e ngriti. Dhe kur Shqipëria pati nevojë për kurajo për të ndërmarrë reformat e nevojshme, ishte Partia Socialiste ajo që ja dha kurajon dhe i ndërmori reformat e nevojshme. Dhe nëse sot Shqipëria është më pranë se kur Bashkimit Evropian, ka vetëm një arsye të madhe dhe pastaj vijnë të tjera plot më të vogla, por kjo arsye e madhe është forca, përkushtimi dhe puna e Partisë Socialiste. Sot ne jemi këtu, edhe për mua është i pari takim në një sër takimesh që kemi planifikuar për 35 vjetorin dhe qelëm këtë cikël takimesh kremtimi dhe reflektimi këtu në Durrës, jo rastësisht, por sepse Durrësi është shëmbëltyra e një transformimi të madh që ka në themelin e vet transformimin e vet Partisë Socialiste nga një forcë e krijuar nga një grup njerëzish kurajos në një atmosferë negative ndaj tyre dhe ndaj Partisë Socialiste, në një forcë që hap pas hapi me vendosmëri, me durim, me organizim, me përkushtim, u rrit dhe u kthye në një forcë jo vetëm fituese, por në një forcë dobinuese në Durrës, në Krujë dhe në Shijak, në të gjithë qarkun e Durrësit. Në zgjedhjet që lan pas, ne kemi marrë rezultatin më të mirë historik të Partisë Socialiste në qark, po edhe në Durrës, për një numër shumë të vogël votash, ne nuk e morëm dot mandatin e 9, por ama garantuam një distancë nga kundërshtarët më të madhe se asnjëherë më parë. Tani, natyrisht që kush nuk është pjesë e kësaj familje të madhe, kush nuk është i përfshirë në këtë rrugtim tonin, kush nuk ka idenë se çfarë do të thotë të jesh
pjesë e strukturave, e organizimeve, e përgatitjeve, e fushatave, mund gjej lloj-lloj justifikimesh pse humb. Por kush është pjesë e kësaj familje dhe kush është protagonist i rezultateve tona që nga antarët e thjesht partisë në qendrat e votimit e di shumë mirë se rezultatet tona burojnë nga një punë, një organizim, një përkushtim dhe një besim i jashtëzakonshëm tek vetja, por edhe një vullnet i jashtëzakonshëm për të bërë më të mirën përmes Partisë Socialiste, qoftë për qytetin, qoftë për fshatin, qoftë për atë tonë përbashkët. Dhe ndodh shpesh që në takimet tona ne ta sjellim si shembull Partinë Socialiste të Durrësit. Dhe prandaj për këtë shembull që Durrësi ka krijuar, unë dua t'i falenderoj absolutisht që të gjithë ju që jeni këtu të pranishëm, sepse jeni pjesë e frontit të Partisë Socialiste, të gjithë ata që nuk janë këtu të pranishëm, sepse është secili dhe secila prej jush burimi i energjisë së madhe që pastaj transformohet dhe materializohet në një fitore çdo herë e më të madhe për Partinë Socialiste. Tani qëllon edhe që sot t'jetë dita përpara mbledhjes konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel nesër, ku do të vulloset përmbyllja e fazës hyrëse dhe hapja e fazës përmbyllëse të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria, pasi hapi të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim në një kohë rekord, me shpejtësinë më të madhe të regjistruar në të gjitha proceset e integrimeve të vendeve që na kanë pararendur, tani më konsiderohet e gatshme për të filluar nga mbyllja e kapitujve të negociatave dhe konferenca e nesërme zhvillohet eksaktësisht sipas kalendarit të paravendosur me Komisionin Evropian, me synimin e përbashkët që negociatat e antarësimit të mbyllen brenda vitit 2027. Prej pak vitesh tani më, por gjithmonë më shumë vit pas viti dhe muaj pas muaji, Europa, Bashkimi Evropian nuk është një horizont siç ju e mësuar të shihni horizontin matandetit. Dhe siç ishim mësuar me dekada ta shihnim Europën dhe Bashkimin Evropian. Por është një maj që tani më e prekim me sy dhe rrugën drejt cilës tani më e kemi tërësisht të piketuar, e ndërkohë dhe kohën për ta përshkuar atë rrugë e kemi të planifikuar dhe jo ne, por ne së bashku me Bashkimin Evropian. Jemi sot më afër se asnjëherë Bashkimit Evropian. Dhe si çdo herë edhe këtë herë, përpara se sa të vinte njoftimi zyrtar për thirrjen e konferencës,
shqiptarët dëgjuan çfarë nuk dëgjuan nga ata që nuk duan. Thjesht nuk duan ta shikojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, nëse në Bashkimin Evropian Shqipërinë e antarëson Partia Socialiste e Shqipërisë. Por duan apo s'duan ata që s'duan, Shqipërinë në Bashkimin Evropian do ta antarësoj Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe duan apo s'duan ata që nuk duan, nuk ka asnjë forcë tjetër në Shqipëri që të ketë fuqinë, të ketë vullnetin, të ketë kurajon dhe përkushtimin, e mbi të gjitha të ketë vizionin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Po të kthehemi në histori dhe të shikojmë Partinë Socialiste të Shqipërisë qysh në krijimin e saj, pavarësisht të gjitha vështirësive dhe pavarësisht faktit që në krijimin e saj Partia Socialiste nuk ishte një forcë dominuese, është pak po e sigurt që Partia Socialiste qysh në kryeherës e ka shënuar në ADN-n e vetë atë çka e bën Partinë Socialiste një forcë të patjetërsueshme dhe të pazëvendësueshme në skenën politike të Shqipërisë. E ka të regjistruar në ADN-n e vetë raportin më të drejtë me të shkuar, si asnjë forcë tjetër. Ndërkohë që të tjerët sot e gjithë ditën vazhdojnë me avazin e lodhur të prejardhjes Partisë Socialiste, Partia Socialiste qysh në themelimin e saj është kujdesur vetë që ta përcaktoj në ADN-n e vetë se është një parti antifashiste, se është një parti liberale dhe se është një parti e lidhur ngushtë me vlerat e asaj lufte nacionale shqiptare që e vendosi Shqipërinë në krahun e dur të historisë. Por, nga ana tjetër, Partia Socialiste e ka po kështu të regjistruar në ADN-n e vetë, qysh në hapat e parë, edhe raportin me atë pjesë të shkuarës që lidhet me diktaturën komuniste. Dhe të tjerët kanë luftuar dhe vazhdojnë luftojnë sot komunistët, jo komunizmin. Ndërkohë që Partia Socialiste i ka vlerësuar komunistët për atë që ata kanë qenë dhe e ka refuzuar komunizmin për atë që komunizmi ka prodhuar. Dhe nuk është e rastit që sot e gjithë ditën në anën tjetër vazhdon dhe mbijeton në krye të asaj që gabimisht quhet opozit një mbeturin e komunizmit. E komunizmit në formën e vetë më të neveritshme. E komunizmit që siç e përcakton Václav Haveli, formën e vetë më të keqe e ka tek komunisti antikomunist. Po, ky është problemi jonë dhe ne nuk na intereson kjo. Thjesht për ilustrim mu desh ta sjell në vëmendje. Ndërkohë që Partia Socialiste
ka të regjistruar po ashtu. Qysh në Kryet Herës në ADN-n e vetë një raport me interesin kombëtar që e bën të vetmen forcë politike në historinë e këtyre 35 viteve që për asnjë moment nuk ka ceduar kur ka qenë fjala tek mbrojtja e interesit kombëtar. Dhe shembulli më uliritës i këtij fakti është që ata cilët e mallkonin Partinë Socialiste në Kryet Herës si një parti e Beogradit ishin po ata që bekuan thyrjen e embargos për Slobodan Miloševićin dhe që bën para duke i shitur naft makinerisë së spastrimit etnik të Slobodan Miloševićit, ndërkohë që Partia Socialiste ishte ajo që në krye të vendit, qysh në Kryet Herës, mbështeti pa rezervë në të gjitha format ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe e fundit, Partia Socialiste, duan apo s'duan ata që s'duan, është partia që mund të krenohet sot për faktin e thjeshtë se u ka ngritur kokën shqiptarëve në gjithë botën. Pasi për ne respekti është çështje reciprociteti. Ne mund të jemi një vend i vogël dhe jemi një vend i vogël. Ne mund mos jemi dhe nuk jemi ende një vend i pasur, por sa do të mëdhenj dhe sa do të pasur janë ata me të cilët ne ndodhemi në hapësirën e përbashkët marrëdhënie ndërkombëtare, ne i shohim me respekt dhe pretendojmë prej tyre vetëm respekt. Dhe respekti i krijuar nuk është një çështje thjesht pretendimi për të pasur respekt nga tjetri, por është një çështje transformimi. Është një çështje transformimi dhe përfaqësimi i një vendi që sot as nuk krahasohet në asgjë me vendin që ishte përpara se sa Partia Socialiste të merrte detyrën për ta udhëhequr. Dhe këtu nuk kam parasysh vetëm periudhën për të cilën unë kam pasur dhe kam përgjegjësinë e udhëheqjes. Kam parasysh edhe periudhën e mëparshme, kur pavarësisht të gjitha atyre që mund thuhen me sy kritik, si mund të krahasoj Shqipëria e fundosur në humnerën e piramidave, Shqipëria e armatosur në marrëzinë e verbrisë së shkaktuar nga mashtrimi më i madh në historinë bashkëkohore të Evropës i një populli të tërë, me Shqipërinë e më pastajme, e cila nuk ishte si të ishte një Shqipëri pa 1001 gropa dhe boshllëgje, por ishte një Shqipëri që u riangazhua me të ardhmen, u riangazhua me botën dhe u riangazhua me veten për të rivendosur rregull në tokën që deri në atë moment ishte hapur dhe ishte bërë humner. Këto raportet Partisë Socialiste me të shkuar, me
interesin kombëtar, me botën vetë, janë raporte themelore, thelbësore, cilat janë të shkruar aty në ADN-n e Partisë Socialiste, për cilat ne duhet kujdesemi që të mbeten në vëmendjen e të gjithëve dhe duhet garantojmë që të gjithë ata që vijnë pas të kujdesen për Partinë Socialiste si një aset kombëtar i pa tjetërsueshëm, i pa zëvendësueshëm dhe i pa çmueshëm. Ata që flasin për ne, as nuk e kanë idenë se çfarë flasin. Ata që përgatiten për të na përballur ne, as nuk e kanë idenë se me kë përgatiten të përballur. Partia Socialiste nuk është prua. Partia Socialiste nuk është lum. Partia Socialiste është një oqean që e ngre dallgën çdo herë më lart, sepse Partia Socialiste është e vetëdijshme për sfidën që ka. Është e vetëdijshme për malin që duhet ngjitur. Dhe është e vetëdijshme se këtë sfidë dhe këtë mal për të ngjitur nuk ja delegon dot askujt tjetër. Dhe e bën Partia Socialiste Shqipërinë, Europë. Europa nuk e merr kurrë Shqipërinë. Çfarë nuk than për këtë që nesër bëhet një tjetër fakt. Ku nuk shkuan e qa nuk sajuan, e mbi të gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe, dilnin në për mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard, për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk i kishin parë ndonjëherë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. E para, nesër në Bruksel janë të gjithë është dhe Gjermania. E dyta, mbas disa ditësh do t'ju qoj si përshëndetje një informacion të detajuar nga takimi që do të kemë me kancelarin e Gjermanisë. Do ma falni vanitetin, po kjo është një pjesë që edhe ma argëton pak, se dhe duhet argëtohemi në herë, ma argëton pak me ta, sepse i bien grepit po isoj. Po isoj. Edhe nuk ka nevoj për karem fare. Edhe unë kam shumë qef, them drejtën, kur i shoh që shkojnë ke grepi dhe edhe thonë e këputëm. Edhe pastaj e gjenë vetën në grep. Unë nuk dua të zgjadhem më tutje, dua të them vetëm që sot ne përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e transformimit, e përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e imazhit të transformuar, jo thjesht sepse kemi restauruar fasada, as se kemi mundësinë që të paraqitemi me atlete. Por sepse ky është një vend që para një dekade
kishte më pak se 10 miliard euro prodhim. Sot ka kaluar 27 miliardë. Ky është një vend ku paga mesatare një dekadë më parë ishte e papërfillshme. Sot është 912 euro. Ky është një vend ku paga mesatare në sektorin publik tani më është 1086 euro. Ky është një vend ku borxhi publik ka zbritur 9.50%. Dhe të ardhurat janë rritur përsëri, pa rritur taksat. Dhe ky është një vend ku sot kredit bankare janë 10 miliard euro, ndërkohë që kreditet këqija një dekadë më parë ishin 25%, sot janë 3% në nivelin më normal. Dhe ky është një vend ku investimet e huaja direkte ishin 300 milion euro, 400 në rastin më të mirë në vit. Vitin e shkuar u mbyllën me 1.63 miliard euro. Dhe do vazhdojnë të rriten investimet e huaja, do vazhdojnë të rriten investimet e brendshme, do vazhdoj rruga e transformimit. Dhe në mbyllje dua të sjell një imazh për rrugën e transformimit duke u nisur nga plazhi i Durrësit, i cili u bë një territor ku për shkak të ujrave të zeza mbinin bim e mbinin pemë në përër. Sot, plazhi i Durrësit i është nënshtruar një tjetër transformimi dhe ndërkohë që kemi zgjeruar vijën e Rërës rreth 80% të projektit, do të bëjmë dhe zgjerimin tjetër dhe vija e Rërës e plazhit të Durrësit do të jetë 100 metra më e gjerë se sa qishte, ndërkohë që paralelisht me njërën prej studiove më të mëdha të botës kemi planifikuar edhe gjithë rigjenerimin e plazhit me pjesërisht pyllëzimin e tij për ta kthyer në një vijë bregdetare të denjë për ambicien tonë për Durrësin. Natyrisht që janë dashur disa vite, natyrisht që do duan disa vite tjera, por ajo që ka treguar zhvillimin Durrës dhe në gjithë Shqipërinë është se ne nuk kemi ndalur asnjë ditë. Nuk kemi bërë çdo gjë shumë mirë, kemi bërë edhe ne gabimet tona, jemi munduar të mësojmë prej tyre, por në fund të ditës bilanci ynë është shumë i thjeshtë. Jemi sot më afër ëndrrës së madhe historike të shqiptarëve për të bërë më në fund pjesë e barabartë mes barabartësh e familjes europiane apo jo? Dhe për sa kohë çdo muaj ne jemi më afër asaj ëndre, për aq kohë ne duhet të ndjehemi krenar për Partinë Socialiste, duhet të ndjehemi edhe më të motivuar për ta çuar përpara projektin e madh transformues të Partisë Socialiste dhe duhet jemi mbi të gjitha edhe më të bindur se nëse ka sot një front ku mund t'japësh diçka më shumë për Shqipërinë, ky është fronti i Partisë Socialiste të Shqipërisë.
Edhe një herë ju falenderit shumë dhe do më lejoni vetëm që duke qenë se filluam takimin me emrat përveçëm, ta mbyll dhe unë me emrat përveçëm, sepse janë dy emra që sot nuk ishin pjesë e protokollit Blendi Klosit, por janë pjesë e patjetërsueshme e transformimit dhe suksesit Partisë Socialiste të Durrës, Ani dhe Luani. Shumë faleminderit.